Cila ishte arsyeja që vendosi mi bashku këtij ekipi? Arsyeja më e madhe ka qenë projekti që ma kanë shfaq klubi, kur ata janë interesu për mu, ma kanë shfaq projektin që kanë me mu, pozitën që kam me lu. Edhe mendoj që u konë hapi ma i mirë për mi afru kombëtarës Kosovës. Pra, pikërisht ka qenë e sheh si mundësi të hapur për t'i bashkuar kombëtarës, duke ditë që ke qenë në një kompeticion krejtësisht tjetër, nga Zvicra, që ka dallim afërsisht kur e bëjmë të ditur futbollin ukrainas me atë të Zvicrës? Po, qysh e dini, unë kam qenë në ligën e dytë zvicerane dhe normal është ma vështirë për ligës dytë zvicerane me kalu në kombëtarën e Kosovës. Edhe kur më ka ardhur oferta, normal e ku menu edhe ku fol me familjen edhe kemi vendos për Ukrainën. E besoj që është edhe ma lehtë për kombëtarën edhe futbolli, mendoj që mu përshtatet mu, edhe mendoj që dallimi më i madh është agresiviteti, këtu luhet futboll më agresiv, tashmë këto dy lojët e para që e kam pa. Mendoj që më agresiv edhe tempo mendoj që është pak më e shpejtë. Nuk ka qenë ndonjë arsye shumë e madhe, për pas kjo arsye e kombëtarës edhe kam dash me ndru ambient, kam qenë atje për 4 vite, kam pas kontratë deri verës, tash edhe 6 muaj. Edhe pse klubi kanë dash me mojt edhe këta 6 muaj, sidomos trajneri ma ka shfaq ato edhe sa kam dash me kalu te klubi në Ukrainë, ai më ka thirrë dhe më ka thonë që unë du me pas ty në ekip, sidomos ta 6 muajt e fundit, që dojna me hypë në Superligën zvicerane, po konë një vendim krejtësisht i jemi edhe që kom dash diçka me ndryshu, i kam qef sfidat edhe vetëm për atë arsye.